Kosova e ka përshkuar vitin e kaluar në një hije politike, pasi paraliza në institucionet kyçe e ka bllokuar progresin e vendit. Kjo ishte përmbledhja në draft raportin vjetor të Parlamentit Evropian për Kosovën, ku shpret shqetësim për moszgjedhjen e presidentit brenda fatit kushtetues, një situatë që çoi në shpërbërjen e kuvendit dhe në zgjedhje të parakohshme. Raporti i përgatitur nga eurodeputeti Riho Teras vlerëson si të rëndësishëm formimin e kuvendit dhe të qeverisë mbas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, por ka vënë dukje se viti 2025 duhet konsideruar praktikisht i humbur për shkak të bllokimit politik dhe mungesës së qeverisë me mandat të plotë. Dokumenti përshëndet gjithashtu heqjen graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës dhe kërkon që të gjitha masat e mbetura të hiqen menjëherë, duke argumentuar se ato nuk kanë më bazë dhe dëmtojnë shoqërinë kosovare. Për sa i përket perspektivës europiane, raporti mbështet aspiratën e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe i bën thirrje 5 shteteve që ende nuk e kanë njohur vendin të ecin drejt njohjes për të mundësuar përparimin e Kosovës në të njëjtën linjë me kandidatët e tjerë. Dialogu me Serbinë konsiderohet praktikisht i ngrirë gjatë vitit të kaluar për shkak të mungesës së qeverisë me mandat të plotë, por raporti thekson gjithashtu se normalizimi i marrëdhënieve mbetet pjesë thelbësore e rrugës europiane të Kosovës. Palët inkurajohen të angazhohen konstruktivisht për një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme, duke zbatuar të gjitha marrëveshjet e mëparshme, përfshirë krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe heqjen e kundërshtimit të Serbisë ndaj pjesëmarrjes së Kosovës në organizata ndërkombëtare. Draft raporti do të diskutohet javën e ardhshme në Komitetin për Politikën e Jashtme të Parlamentit Evropian dhe pritet të miratohet më vonë gjatë vitit në seancën plenare, ku do të marrë formën përfundimtare të rezolutës.